Bana dëgjoj zemrë se shikon tash unë po I mbjell domatet. Po I hedh edhe ple. Është ky pleu me thas. Shife bana këtu. Në zemrën tënde këtu është ky pleu me thas që kur ja hedh te vija ti, edhe kur vaditet gufoset toka, pasurohet vendi ku mbillet rrenja, ku mbillet domatja, e bën me të shkrift tokën e jep me ushqim. E hap vijën bana kështu, edhe I hedh këto, ja. Shif mua këtu, ja. Opa, kështu. Ashtu dhe e mbjell këta 50 pond, 20 pond larg një tjetrës. Këto domatet e mbulon kështu. Dhe kur bëhet kjo, kemi vënë këto shtylla ne, do kalojmë telin lart. Edhe do hapet një rrez me 2 deg. Në kej bana? Në të këqen vlaj. Se sa të filloj ferma zemrat të nesme në direkt futin punë se s'ka kome. Se I mbolli shoku jot atje edhe kush e di kush I hengit, derrat rrezikse. Pak hengëm ne në fillim. Se I mbollën vonë. Kujdes me ujin, jo shumë ujë. Një herë 3 ditë I hidh një ujë atje se ajo është tokë që mban lagështi. E plus natën është shumë kështu ajo. Shumë lagështi, shumë ves. Një herë 3 ditë ujin. Ta ham pukën kot se I keni bërë gjitha të shtëpi, gjitha të pishin, neve na prun gomerdare atëherë, u lashim si kalama, u lanim atëherë. Na prun gomerdare vjet. S'kishin bërë pishin. Po si vjet e kanë bërë pishinën 4 me 2. E dini ku e kanë bërë pishinën? Ata e kanë bërë atje ku kishim neve, për shembull, që ishte ajo ura, kishim atë gjolin që kishin ata peshqit atje. Shikoj me deksha o zot, shikoj që sa bukur që është. Sa bukur që, wow. Sa bukur o zoti ma. Ante kanë mbjell patatet, bam. Këte do të mbjell gjithë. Kështu që sa ti qosh atje bana, ndatë 20 fillon ti, se ashtu e mora veshun. Të nesme direkt zarfin për nisë dhe gajnë e t'i bëj punë, mos ta ham bukën kot.